Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të ZAZ-s 54 njësisë numër 10 në Tiranë, përkatësisht nënkryetari dhe sekretari i KZAZ-s, kanë braktisur detyrën duke mos firmosur rezultatin final të shpallur pas përfundimit të procesit të numërimit në këtë njësi. Ky është një tjetër akt i dëshpëruar i Sali Berishës, i cili po përpiqet me çdo kusht të minojë këtë proces dhe fitoren e sigurt në Bashkinë e Tiranës. Partia Socialiste i bën thirrje kujtdo që guxon të luajë me votën e shqiptarëve të mos e bëjë këtë. Po ashtu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ndalojë së funksionuari si një vegël politike e pushtetit dhe të marrë urgjentisht masa për të siguruar funksionimin e çdo hallke të procesit numërimit votave, duke ndëshkuar përfaqësuesit e Partisë Demokratike që vazhdojnë të përpiqen të sabotojnë këtë proces. Ndërkohë, vazhdon të numërohet në pjesën më të madhe të njësive bashkiake në Tiranë, me përjashtim të njësisë numër 5, ku procesi i numërimit ecën me ritme tejet të ngadalta, plotësisht jashtë normalesh, për shkak të tentativave të vazhdueshme të përfaqësuesve të Partisë Demokratike për ta bllokuar atë. Aktualisht në momentin që po flasim, në njësinë numër 5 në Tiranë janë numëruar vetëm 27 nga 75 qendra votimi dhe Edi Rama kryeson në këtë njësi me 2456 vota. I bëjmë thirrje përfaqësuesve të Partisë Demokratike të mos e bllokojnë procesin e numërimit në këtë njësi, ndërkohë që sigurojmë të gjithë qytetarët e Tiranës se çdo vot e tyre do të numërohet ashtu siç është hedhur prej tyre në kuti. Në të njëjtën kohë, dëshiroj të përgëzoj kryetarin e ri të Bashkisë së Shijakut, Indrit Bukën, i cili konsolidoi edhe më shumë votën e majtë, duke i siguruar Partisë Socialiste dhe një tjetër fitore të thellë në këtë bashki, njësoj si në Vlorë, Fier, Korç, Lushnjë, Pogradec, Sarandë, Berat, Gjirokastër, Tepelen, Përmet, Burrel e shumë njësi të tjera vendore.